Edisona Skënderi, jemi bashkë në këtë komunikim të drejt për drejt i ndodhesh pikërisht në vendin ku ka ndodhur ajo ngjarje e rëndë në pranë hidrocentralit të Holtës, ku dyshohet se dy punëtor kanë humbur jetën si pasojë e rrëzimit të një masivi dheu, apo jo? Çfarë detajesh na përcjell nga kjo ngjarje? Ju përshëndes, fatkeqësisht tashmë kemi të konfirmuar edhe nga policia e Elbasanit se bëhet fjalë për dy persona, dy të rinj në fakt të cilët kanë dëruar jetën si pasojë e zënjes së poshtë nga masivi i dheut dhe tashmë policia ka bërë të mundur edhe identifikimin e tyre dhe bëhet fjalë për shtetasin Abaz Basha, 22 vjeç dhe shtetasin Egzon Leshi, 36 vjeç. Sipas informacioneve paraprake të dërguara nga policia e Elbasanit, bëhet me dije se të dy këta persona kanë qenë duke punuar në një nga pikat e hidrocentralit dhe në momentin që kanë qenë duke kryer punimet, kanali ku ata ishin duke bërë punimet ka pësuar qarje dhe si pasojë ka pasur rreshitje masive të dherave, gjë që ka bërë që të dy personat të humbnin jetën direkt në vendin e ngjarjes. Për shkak se terreni është shumë i vështirë dhe automjetet e ndihmës së shpejtë kanë të vështirë të ngjiten deri në vendin ku ka ndodhur edhe ngjarja e rëndë, ka qenë e pamundur të jepej edhe ndihma e parë. Sapo bluzat e bardha kanë bërritur në vend ngjarje, kanë konstatuar se të dy personat si Abaz Basha, 22 vjeç dhe shtetasi tjetër Egzon Leshi, 36 vjeç, nuk kanë pasur shenja jete dhe janë shpallur zyrtarisht të vdekur. Aktualisht është grupi i hetimit i ngritur tashmë nga policia e Elbasanit që po shkon drejt vendngjarjes për të filluar procedurat për zbardhjen e plotë se si ka ndodhur kjo ngjarje kaq e rëndë në Gramsh. Ndërkohë që sipas informacioneve paraprake, gjithashtu na është informuar se ka edhe persona të tjerë të cilët kanë mbetur të plagosur pasi nuk kanë qenë vetëm dy shtetasit Abaz Basha dhe Egzon Leshi, të cilët kanë qenë duke punuar për hapjen e kanalit, por ka pasur për të cilët nuk dihet që paraprakisht pas policisë kemi të konfirmuar vetëm dy persona që fatkeqësisht tashmë kanë dëruar jetë. Faleminderit Edisona Skënderi për të gjitha informacionet e drejt për drejta që përcollen